I dyshuar për disa raste shantazhi, për përfitime seksuale. Kush është Altin Çoku? Sibora Abedini, 27 vjeçe, banuese në Kamës, i dha fund jetës këtë të hënë, duke u hedhur nga terraca e katit 4 të banesës ku jetonte me qera. Shkak për ndërmarrjen e aktit ekstrem është publikimi një fotoje të saj intime në rrjetet sociale e personazhin e TikTok, Altin Çoku. Ky i fundit është arrestuar nga policia si personi i dyshuar se shpërndau foton. Altin Çoku, personi që shihni në foton e mëposhtme, dyshohet se ka shantazhuar dhe një vajzë tjetër në Laç, duke kërcënuar se do t'i publikonte fotot intime. Në vitin 2009, ai është arrestuar pasi kërcënoi gocën e tezes se do t'i vriste të vëllën nëse nuk do të kryente marrëdhënie seksuale me të. Sa kaq, 27 vjeçaria, e cila u vetvrak të hënë, dyshohet se i ka kërkuar të heqë foton, por Çoku ka pretenduar se nuk ishte ai që e kishte shpërndar dhe që kishte krijuar profilet false. Edhe tezja e 27 vjeçares hodhi akuza të rënda mbi Çokun, duke thënë se është ai që e ka hedhur nga pallati, pasi nuk kemi të bëjmë me një vetvrasje. Nga ana tjetër, në një video live në rrjetin TikTok, teksa bisedonte me reperin Klebiol Ahmeti, Çoku thot se në momentin që Sibora i dërgoi foton, ai ndodhej në tualetin e një kafeneje dhe ishte shoku i tij i ngushtë që e mori foton, pasi telefonin e mbante pa kod. Ai akuzon shokun e tij për shpërndarjen e fotos. Ai di çfarë më ka bërë burri huaj mua. Shok i ngushtë. Unë isha me një shoqen time në hotel dhe ajo bëri një foto lakuriq, kokën tek gjoksi im. Më pas dola për kafe me një shokun tim dhe unë telefonin e mbaj pa kod. Kur shkova në banjën e lokalit, ajo goca më ka nisur foton, duke më thënë, shi çfarë foto kemi bërë në hotel. Edhe ky shoku im ka shkuar ka marr foton dhe ja ka shpërndar miletit, të cilët kanë hapur profil në TikTok. Goca e huaj e ndar nga burri dhe ka tentuar 2 herë të vrazveten, tha ai. 27 vjeçaria jetonte me qera në Kamës, ashtu si autori arrestuar. Ajo ishte e martuar me një shtetas nga Kosova, me të cilin kishte edhe një vajzë. Problemet në çift kishin bërë që martesat mos funksiononte dhe të kishte një krisje. Teksa çifti ishte drejt ribashkimit, publikimi i fotos me Çokun bëri që 27 vjeçaria të sonte trauma dhe të ndërmerrte aktin ekstrem, transmeton Telegrafi. Gjykata e Tiranës mban sot seancën për njohjen me masën e sigurisë Altin Çokun, i akuzuar për shkaktimin e vetvrasjes së 27 vjeçares pak ditë më parë në Kamës. Në seancën e drejtuar nga gjyqtari Ardiana Bera, Çoku ka deklaruar se jam arrestuar në mënyrë të paligjshme, sepse dihet kush e ka bërë. Foton e ka nxjerrë shtetasi AH. Jam përdoruesi TikTok, si gjithë të tjerët. 27 vjeçaria në Kamës të Tiranës i dha fund jetës më 12 shkurt 2024, duke u hedhur nga terraca e katit 4, pasi i publikuan foton intime në TikTok. E reja që kishte një vajzë 2 vjeçe dhe punonte tek shtëpia e tij si sanitare. Një lidhje telefonike me emisionin Shqipëria Live në Top Channel tha se ishte mamaja që e njohu Sibelën me Altin Çokun, pasi ky i fundit kërkonte pastruese. Motra ime, mamaja e Sibelës, e ka njohur këtu në lagje. I ka thënë Altini që njeh njëri për pastruese se më duhet një person për të pastruar shtëpinë, sepse e kam nusen shumë smur. 2 ditë, ajo nuk shkoi sepse i tha, kur të kem nevojë do të telefonoj unë. Këtë foto e kam parë në rrjetet sociale. Nuk është Sibela ajo foto. Sibela ime është 50 kg njeri. Ajo foto që ka hedhur është me flokë të zeza dhe e shëndosh. Mbesa është me flokë të kuqe dhe e dobët. Nuk janë të vërteta. Ato që ka thënë Altini. Ka qenë shumë e qetë, e rregullt. Telefonin e ka policia të Sibelës. Një telefon, nuk ka kamera sigurie, tha tezja e të ndjerës. Prokuroria kërkon arrest me burg për Çokun. Altin Çoku, para gjykatës, ha buk me TikTokun. Foton e nxorri shtetasi AH. Burime bëjnë me dije se Altin Çoku ka dëshmuar para gjykatës se rrjetin social TikTok nuk e përdor për gjëra të këqija, por ha buk me të si gjithë të tjerët. Jam arrestuar në mënyrë të paligjshme, sepse dihet kush e ka bërë. Foton e ka nxjerrë shtetasi AH. Jam përdoruesi TikTok si gjithë të tjerët. Nuk e përdor për gjëra të këqija. Ha buk me të si gjithë të tjerët. 39 vjeçari është me precedent penal. Para më shumë se 15 vitesh, Altin Çoku kishte krijuar një lidhje intime me një vajzë 18 vjeçare, që ishte kushërira e tij e afërt, konkretisht vajza e Dajës. Në vitin 2009, Çoku ishte njohur me një vajzë tjetër me të cilën kishte krijuar lidhje. Pas këtij momenti, kushërira e tij 18 vjeçare i dha fund marrëdhënies me të, por Altin Çoku insistonte që të vazhdonte lidhjen. Madje, duke kërcënuar se do t'i bënte keq asaj dhe vëllait të vogël 15 vjeçar, që ishte djali i tij Dajës. Derisa në vitin 2010, Altin Çoku kreu një krim monstruoz. Ka tentuar të diqte të gjallë djalin e mitur të Dajës së tij dhe të detyronte vajzën e Dajës së tij për të vijuar lidhjen seksuale që kishte patur me të më herët. Për të detyruar këtë fundit të qëndronte në lidhje, i kishte vënë flakën kushuririt të tij.
i cili ishte vëllai i mitur i vajzës së Dajës. Gjithashtu, Altin Çoku rezulton i dënuar nga ish-gjykata e krimeve të rënda në vitin 2015, pasi kërcënoi me jetë mjekun e tij psikiatër GS në vitin 2004. Çoku ishte pacienti GZ, i cili shërbente si mjek neuropsikiatër pranë Spitalit të Laçit, ndërsa i akuzuari kishte probleme shëndetësore. Altin Çoku, sipas dosjes, i ka kërkuar mjekut GS disa herë para në mënyrë verbale, me anë të telefonit, mesazheve telefonike dhe me anë të letrave të shkruara. Në muajin qershor të vitit 2014, Altin Çoku i ka shkuar në zyrë dhe i ka kërkuar lek për të mjekuar vajzën e tij dhe për t'ia dhënë avokatit për një çështje që kishte. Disa herë Altini i ka kërkuar para mjekut, edhe nëpërmjet mesazheve telefonike. Kallëzuesi në deklarimet e tij sqaron se Çoku i ka dhënë në mënyrë të vazhdueshme lek në sasi të ndryshme, në një vlerë totale prej 4.000 eurosh, i detyruar për shkak të kërcënimeve.